Kurani mirët me një qasje dhe një pyetje. Me një qasje dhe një pyetje. Kurani na mëson që qasja karshi begative duhet tjetë si mjet për adhurim. Në të han edhe pin për të adhuru. Nëse epilogu përfundimtar i shfrytëzimit të begative nuk është adhurimi, ti degradohesh nga njeriu në diçka tjetër. O që shtu Kurani shkruaj thotë. Andaj për ta marrë e përsin e privilegjit të qenit njeri, duhet që qasja karshi begatis të jetë qasje të qenit mjet për adhurim, jo shfrytëzim për kënaqësi. Kurani nuk i thot dunjas kënaqësi. Nuk i thot loj, i thot përjetim i momentshëm, ama kënaqësi është xheneti vëllai. Aty është jeta e lumtur. Wa inna ad-dar al-akhirah la hiya al-hayawan. Aty është jeta reale në xhenet. Dhe pyetja që besimtarët na bën begatit ja bën vetvetes nuk është si, po cila është? Pse? Për shkak se këtë pyetje ka mësuar sura At-Takathur që flet për grumbullimin e Allahu në fondet wala tusalun yawma idhin anin naim. A ditë keni më pyet për begatit? Po çfarë begati kanë pyet? Pse e ke shfrytzuar këto? Pse e ke hungur? Çka ke bën me kët? Prandaj besimtari qasë ka shi begative nga perspektive e zemrës së zgjuar e ka mjet për fuqizim në adhurim, jo mjet për shfrytëzim, nga se në qoftë se begatia përfundon vetëm në shfrytëzim, fuqizohet shpirti, fuqizohet epshi e dobësohet zemra.